Më leoni dy fjalë do flas shkurtimisht edhe sepse në takimet që bëjmë nëpër lagje nuk dua të zgjathem shumë, është shumë herë më e rëndësishme të dëgjojmë problematikat lokale të zonës, sepse duke folur dhe shpesh detyrimisht bien në përsëritje. Po më bëri përshtypje para pak ditësh ishim këtu më poshtë te zona e Astirit, po flisja me një dyqanxhit vogël, biznes i vogël, dhe po më tregonte se si paguan taksat. Taksën për gjelbrimin, taksën për pastrimin, taksën për shkollat. I paguan dy herë, i paguan një herë si familjar, pastaj i paguan për dytë si biznes i vogël që është. Se ramuabedit e taksat. Dhe ndërkohë nuk kishte aty as pastrim, as gjelbrim, le më shkolla. Astiri është një zonë me rreth 80.000 banor dhe nuk ka asnjë shkollë, asnjë çerdhe të vetme. Kjo hapësirë nga ku flasim ne është hapësirat e pakta të fundit që kanë ngelur qytetit të Tiranës për të mbledhur, për të folur, për të bërë një shëtitje. Besoj se të gjithëve ju ka rënë rasti në rrjetet sociale të shihni këta kandidatët e partive të tjera se si flasin për veten e tyre, i bëjnë reklam vetes së tyre, thotë unë kam studiuar aty e këtu, u ktheva në Shqipëri sepse dua të rregulloj jetën shqiptarëve. Unë do sakrifikoj veten time për shqiptarët e më thejtë tash. Po ta keni vënë re qasjen ton, ne asnjëherë nuk flasim për veten tonë si individ, flasim gjithmonë për programin e lëvizjes bashkë. Sepse ajo që i duhet Shqipërisë sot është një vizion i qartë, është një vizion se ku do shkojë Shqipëria, por sidomos se çfarë problematike të thellë ka Shqipëria. Prandaj ju ftoj të gjithë, nëse doni të mësoni për problemet e arsimit, lexoni programin e lëvizjes bashkë. Nëse doni të mësoni se si do rimbursoni ilaçet, lexoni programin e lëvizjes bashkë. Nëse doni rrugën që do ndiqet për të rritur pensionet, për të mirë menaxhuar ekonominë, burimet natyrore, rritjen e eksporteve, se si do ndërtojmë një vend ku drejtësia do tjetë në radhë pare pavarur, në radhë dytë do duhet të bëjë vërtet drejtësi, atëherë lexoni programin tonë. Qasja jonë është nëpërmjet programit tonë. Do të them edhe diçka të fundit, që nga ne s'do të dëgjoni kur na votoni sepse jemi të rinj. Kjo s'ka rëndësi fare, mosha jonë, sepse siç e tha dhe Klodi, nuk është se jemi të gjithë të rinj, ka dhe të vjetër, ka njerëz me eksperiencë, ka njerëz që kanë dhënë kontribute, ka njerëz me interesa nga më të ndryshmet sociale. Kjo është lëvizja bashkë. Nga ne do të dëgjoni na votoni sepse kemi ide dhe vizionin e dur, por mbi të gjitha kemi dy cilësi që ne besojmë thellësisht se nuk i ka asnjë nga partitë e tjera dhe për të cilat ne jemi krenar. Ne kemi ndershmërinë dhe përkushtimin. Dhe ne besojmë thellësisht sepse nëpërmjet ndershmërisë dhe përkushtimit do arrim të bindim mjaftueshëm bashkëqytetar që të na bashkojnë për të arritur atë transformimin që duam për vendin tonë, atë transformim që synojmë, që e kemi shprehur dhe artikuluar në programin e lëvizjes bashkë, dhe që në përditshmërinë tonë sfida jonë e përditshme është të ngjallim shpresë, të nxjerrim njerëzit nga pesimizmi, nga izolimi i halleve të përditshme që të bëjnë të ndier sikur kemi mbi shpinë barrën e gjithë botës. Duhet të kuptojmë se gjithë së bashku, me besim, me ndershmëri dhe me përkushtim sidomos, do ja dalim ban ta realizojmë synimin tonë. Prandaj ja kemi vënë emrin edhe lëvizjes tonë Lëvizja Bashkë. Ky shpresoj shumë të gjithë ju që ta çoni përpara këtë mision të përditshëm, për të bindur bashkëqytetarët tanë se të gjithë së bashku mund t'ja dalim ban. Faleminderit.